është e tillë sot. Ka minimalisht nga denoncime që ne kemi marrë ose nga komunikimet me mjekët, ka minimalisht sa qëndresa zyra jone ka administruar, më shumë se 3 vjetë që kjo është situata në cilë ndodhen spitalet e vendit. Mund të ketë edhe më shumë, po ne jemi në gjurmë të kësaj. Është kronika e drejtorisë të spitalit Berati që thoshte deri në datën 20 kemi, pastaj bllokohet fondi. Dhe ka raste ku mbaron edhe më shpejt se data 20. Dhe kjo sigurisht që është një problematike e madhe, sepse imagjinoni një spital që nuk bën analiza. Një spital që nuk bën analiza mund ta konsiderosh hotel, se edhe nëse të shtron, nuk ka për çfarë të kuroj, por aq kosa s'ka të dhëna, mbi të cilat mund të pra një mjek do detyrohet të diagnostifikojë ose të shërojë me sy ose me dorë. Si ka mundësi që është lënë spitali në këtë gjendje, sepse mua më kujtohen disa deklarata që ka bërë disa muaj më parë kryeministri, që kërkonte vepra arti në oborrin e spitalit, kërkonte parkim, kërkonte shërbim hotelerie. Çfarë i duhet një shërbim i mirë hotelerie një të smuri kur ai nuk kryen dot bazën e mjekësisë, pra një analizë për të kuptuar çfarë ka dhe çfarë parametrash, në çfarë parametrash. Ne kemi qenë gjithmonë në përpjekje për të evidentuar dy Shqipëri. Shqipërinë e postuar në për rrjete sociale apo e propaganduar nga qeveria, dhe Shqipërinë që jeton çdo kush në vendin tonë. Për fatin e tij të keq, kryeministri nuk i bëri llogarit mirë kur në krye të shëndetësisë vuri një ministre e cila është konsiderohet teknike ose që nuk e gjeh gjuhën e propagandës. Sepse përgjithsisht për shëndetësinë, për shkak të asaj që tha edhe doktori që i kanë shpënë 2.8% të prodhimit të brendshëm bruto, do të thotë që në asnjë rast menaxherin më të mirë financiar të vesh.